e pagëzuan adhurim. E për të është i gjithë ky gëzim. Madje tërë kjo ngjarje po bëhet në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë. Familja Vishesella u shtua edhe për një mashkull. Dikush derdhi edhe lot. Kjo nga se fëmia u lind nga nëna 55 vjeçare në lindjen e parë të saj. Që 25 vjetë martesë, fëmijë në kom pas, vazhdimisht 10 vite kam qenë në kontrolla në Turqi, po s'kom pas sukses këtë mënyrë artificiale. Por dashti Zoti vetë mënyrë natyrore, vetë të mbajtjen e shtatzanisë kom vati. Por në këto momente në NSR po i mungon dikush. Gëzimi edhe emocionet të bëjnë vetën se në këtë moment vinë edhe çastet për anëtarët që mungojnë kryesisht momin se kam edhe parat edhe jemi përmallume. Një gëzim të tillë kishte pritur fort gjyshja 98 vjeçare e të posalindurit. Adhurimi që u lind në Turqi në ditën e parë në Kosovë është më i dashuri. Të gjithë duan ta mbajnë në duar e ta përkthelin. Për dajet kjo ditë nuk përshkruhet me fjalë. Është më tepër së dasma nuk personifikon gëzimin e madh që kemi na sot, po thjesht një martesë, kurse kjo është festa më madhështore e familjeve tona. E emocionuar është edhe halla e vetme e adhurimit të vogël. 6 vllazën e unë vish një mëtër. E na ka gëzu Zoti mas 25 vjetë. Shumë jena gëzu, shumë. Pas vallëzimit edhe në parkingun e aeroportit, familjarët u nisën për një ceremoni tjetër edhe më të madhe në Lipjan.